Jam në Bukuresht për herë të dytë dhe këtë radhë do t'ju jap itinerarin perfekt për gjithë ju që duhet ta keni në listë, dhe pse jo mos ta keni, sepse është i cilësuar si Parisi i dytë i Europës, ka shumë për të bërë, ka një lidhje shpirtërore shumë të fortë me ne shqiptarët, pasi kanë jetuar për dekada këtu në Bukuresht, por mbi të gjitha ka shumë gjëra sa i përket pjesës moderne dhe pjesës historike për të parë. Në komentin e më poshtëm do t'ju jap të gjithë itinerarin perfekt për një udhëtim që mendoj të paktën 3 net të duhen për të parë Bukureshtin. Nëse do të përfshini dhe Kështjellën e Drakulës, ndoshta do ta konsideroni me 4 net, por për ata që janë shumë aktiv dhe i marrin më të mirën maksimumin çdo udhëtimit, edhe me 3 net mund t'ja dalësh më smiri për të bërë dhe Kështjellën e Drakulës, për të parë dhe Bukureshtin, për të përjetuar magjinë spas termeve të Bukureshtit, që është ideale për një mbasdite dhe për darkën, sepse darka kthehet në një klap të mirëfillt. Megjithatë, në komentin e më poshtëm i keni të gjitha detajet nga eksperienca ime personale këtu në Bukuresht.